Kam sjell recetën tradicionale të tespishtes, një ëmbëlsirë e vjetër kosovare apo një tatli e vjetër cilën e kanë përgatitur gjyshet tona për raste të ndryshme festive. Besoj se kam ju pëlqyer receta, ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e tespishtes së Bajramit. Fillimisht e përgatisim shërbetin. Në një enë të madhe shtojna 1 kilogram me sheqer. Tek sheqeri shtojna 600 ml me ujë, një fejt limoni, e përzi shërbetin dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zi masën duke e përzier vazhdimisht derisa ajo fillon të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, tash e ulim temperaturën mes turtës dhe të mesmes dhe shërbetin e zi për 15 minuta. Pas 15 minuta zirje, shërbetin e largojna nga zjarri dhe e lojna që të ftohet plotësisht. Pasi shërbeti është ftohur plotësisht, përgatisim brumin e tespishtes. Marrim një tigan apo një tenxhere të lloji që nuk ngjet dhe në të shtojmë 500 gram me puter, gjalp, klyj, varet se me çka doni që ta përgatitni. Tespishten tash dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare gjalpin e shkrim plotësisht duke përzier kështu vazhdimisht. Gjalpi shkrier plotësisht, tash ja shtojna 150 gram me sheqer. E përzi masën dhe kështu e lojmë mbi zjarr gjalpin dhe sheqerin rreth 3-4 minuta duke e përzier vazhdimisht. Temperatura duhet jetë mesatare. Sheqeri shkrier plotësisht, e kam përzi kështu gjatë kohës që ka qëndru mbi zjarr. Tash ja shtojna 150 gram me kos dhe shtojna një lugë të mesme me sodë bikarbona, mirëpo luga e mesme nuk duhet të jetë e mbushur plot, apo një lugë e gjysmë të çajit duhet të jetë. Dhe masën tash e përzi. Kështu fillon që të formohet një lloj shkume nga soda e bukës. E përzi kështu rreth 2-3 minutave. Shpërmu një shkumë sipër, tash e fikim zjarrin dhe tiganin e lojmë mbi zjarr dhe fillojmë që t'ja shtojmë millin. Millin duhet t'ja hedhim kështu gradualisht. Gjithsej do na duhet diku rreth 800-850 gram. Mirëpo asnjëherë nuk dihen masat fikse. Shtojmë mill e përzi, shumë duhet që të keni kujdes kur t'ja shtojna millin, sepse do t'na formohet një masë e trashë dhe nuk mund të na del tespishja ashtu siç duhet. Vërtet është një ëmbëlsirë shumë e vjetër kosovare, po ndryshe njihet si një tatli kosovare, cilën gjyshet tona kanë përgatitur këtë recetë me shumë dashuri, një recetë e vjetër e cila është ruajtur me fanatizëm ndër breza, është përgatitur nga gjyshet, nënat tona, përgatitet dhe tash nga ne. Përzi, shtoj millin, shumë e rëndësishme është që milli mos ngelet toka, mirëpo duhet që të fitoj një masë të një trajqme. Përsëri e përzi masën. Kam përzier mirë masën.
Qeverini kam fitu një masë mjaftueshëm të lëngshme, jo shumë e trashë. Tash masën e largojna nga zjarri dhe e lajna që të ftohet dikon për 10 ose 15 minuta. Masa shftohur pak, tash e shtojna 2 vezë plota dhe masën fillojnë që direkt ta punojnë me dorë. Mirë e punojnë gjatë që vezët të përhapen në përgjithë masën. Kur t'janë shtenxet masa, se si zguzohet që t'i hedhen vezët, sepse do i prish, që kur ftohet pak, do jetë shumë mirë, vetëm se e punojnë tash gjatë masën. Pasi kam bërë përzierjen mirë të brumit, brumin e kaloj në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj, mundohem çdo pjesë ta bëj me vaj dhe e kaloj brumin. Tepsia është me dimensione 40 me 32. Tash e kalojna brumin. Mund të zgjidhni edhe një tepsi në formë rrethore, nuk do ketë kurfar problemi. Tash brumin e rrafshoj mirë për tepsine. Mundohem që t'ja jap trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Shumë e rëndësishme është që t'jetë trashësia e njëjtë nga gjithë anët dhe t'ja formoj një formë të lëmuar. Kam rrafshu pjesën e sipërme të tespishtes, tash do bëjna prerjen dhe dekorin. Merrni një pyron dhe bëni dekorin dhe prerjen e bëni sipas dëshirës. Unë kam marrë një shpakull të tillë dhe do e dekoroj kështu sipër. Vërtet do del shumë e bukur tespishta pas pjekjes. Bojna kështu vrimë. Dhe më pas të tespishten do e prej në 4 ore. Ju mund ta preni në çfarë do lloj formash. Pas pjekjes, këto vrimat e vogla do i rrinë shumë bukur. Mund t'i përdorni edhe këto vrimat nga kjo ana, nëse doni kështu në këtë mënyrë. Tash e prejna në 4 ore, nga kjo anë do prej në 4 ore, kurse nga kjo anë në 6 ore. Tash bëjmë prerjen, vetëm se munduhem që t'i prej në masitë të njëjtë ose përdorni një matës. Në fillim kështu në 2 të ndoj. Kam bërë prerjen e tespishtes, tash e pjekim temperaturë 180 gradë për 1 orë 20 minuta, 1 orë e gjysmë. Pjekja bëhet shumë me ngadalësi, sikurse baklava. E pjeki mirë sepse në këtë mënyrë dele mirë tespishta. Tespishten e kam largu nga furra, është pjekur shumë mirë.
Tash e lojmë që të ftohet dikon për 3 deri 4 minuta derisa t'i largohet shkuma e formuar sipër. Tash të speqja është ftohur pak, dikon për 3 minuta, ju ka larguar shkuma sipër dhe ja hedhim shërbetin e ftohtë plotësisht, kurse të speqja është e nxehtë. Në këtë mënyrë ja hedhim gjithë shërbetin, vërtet ka dalë shumë e mirë dhe shërbeti është i mirë, tamam një shërbet i trash dhe në këtë mënyrë është pjekur dhe mirë të speqja, në këtë mënyrë do del një të speqe e fortë, nuk del e butë. Shtojna gjithë shërbetin. Ja kam hedhur gjithë shërbetin, tash tepsinjen ku ndodhet të speqja e mbulojmë me një tepsin tjetër dhe e lojmë që ta merr shërbetin. Sa më gjatë që ta merr shërbetin, aq më e mirë do del të speqja. Unë zakonisht i lëm të speqët që ta marrin shërbetin për 24 orë. Të speqja ka qëndru për 24 orë mbuluar, tash është gati për konsumim. I largoj një 2 pjesë që demonstroj nga afër se si ka dalë, vërtet ka dalë shumë e mirë. Është një të speqe e fortë, e vërejnë dhe veç, shkrinhet në gojë, ja si ka dalë, është e shkret. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë të speqe tradicionale për festën e Kurban Bajramit, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.